qojnë në këmbë të qëndrojnë me kuriz nga video walli, sepse është momenti për të mësuar emrin e ati o asaj që do të lërë shtëpin sonte. Presim Zarfi në studio. Faleminderit Afjon. Atëhere, në televotimin mes Artanit, Nikol, Selin, Stenaldos dhe Rogertit, publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë me njëherë shtëpin, duke mos vazhduar kështu garën për çmimin e madh, është Artani. Artani më vjen keq. Urime Nikol, Selin, Stenaldo, Rogert. Artani largohet nga shtëpia, me sa po kuptoj nuk kërkon të takoj as kënd. Okej, Artan të pres në studio. Iku ishte mush paleta. Shiko, që këtë edicion i kam parë thuaj se të gjitha, i kam parë, po një banor që largohet në këtë mënyrë nga shtëpia, nuk e kisha parë kur, e presim në studio sidoqoftë, që besoj me ato lloj ritmi që doli nga shtëpia do duhet të vi shumë shpejt këtu. Yje. I dëgjojmë në shtëpi? Tashko. Okej. Wow. Bravo. Miri, nuk e takova Artanin? Se ka pa dot. Se ka për dot. Se ka pa dot, siku me vrap. Të vjen keq? Po keq më vjen, me thon drejtën. Se ju keni patur një marrëdhënie dashuri urrëtie deri diku. Po, e kishim atë marrëdhënien, kur ishim mirë, jemi mirë, kur jemi keq, por sido që të jetë dorën, do t'ja jepim njëri tjetrin se. Gjithsesi kemi gjithë ato ditë që rrim bashkë këtu dhe ne bëhemi si një familje me të mirat dhe me të këqijat e kësaj shtëpie. Kështu që keq merrti, me thënë drejtë. Tani, në zinxhirin e bër, nuk e shpëtoi asnjëri prej grupit tuaj Artanin. Ju nuk besoj se konsideroni humbjen e një aleati, apo jo? Unë personalisht Ledion nuk e kam shpëtuar sepse kishte qenë një javë e Artanit me një sjellje që unë do me thënë ka ardhur shumë keq dhe nuk e kam pritur. Duke më përmendur, do me thënë fjalë që as tu tani ti përmend, më vjen shumë keq për Artanin, ju uroj gjithat mirat, po nuk e ndjeva ta shpëtoja në zinxhir. Okej, Stenaldo të pash të gëzuar? Jam shumë i lumtur për Nikol, që qëndroi, besoj që e meriton, është një vajzë që ka vlera plot për treguar në këtë shtëpi. Për Artanin, them bëri mirë shumë që publiku i hapi rrugë Nikolit, por absolutisht kam darë dhe momente me të. Sa herë vitet e ti i thoshe je i mirë, ndoshe histori personale, mos u tregoj hipokrit. Nga ana tjetër, ato po them, pra, kam darë me të momente, por në fund fare, ky është një mesazh për çdo atje jashtë që karakteri mbetet. Edhe nëse nuk e ke, gjysma e vetes tënde nuk gjendet gjikundi. Nikol? Jam e lumtur që jam akoma këtu edhe që më jepet akoma mundësia të tregoj më shumë dhe më mirë nga vetja ime. Kam pasur dy momente
Kam pasur 2 momente këtu në shtëpi që deri diku nuk ja fal vetes edhe i quaj momente dobësie dhe gjakxhetësie që un kam rënë pre. Po opinionista që më ke thujt mua pedofil me goc. Që un kam rënë pre. Po na folni fije. Okej, fol ti Robert. Na foli fije me goc. Që un kam rënë pre provokimeve të këtyre sepse këtu ky është problemi, që këtu nuk të lejohet këtu nuk të lejohet të shprehësh veten në momentin që ke përballë persona. A di çfarë nuk të lejohet aty? Të shpërqendrohesh, sepse zhurmues do kesh vazhdimisht, por nëse ti përqendrimin e mban aty ku duhet, ata që do të shpërqendrojnë do mundohen dhe do dorëzohen. Faleminderit. Po, ke shumë të drejtë. Po, kam pasur 2 momente që kam rënë shumë pre provokimeve këtu, edhe që nuk do doja më kur ta shifja veten time ashtu dhe thjesht të tregoja atë Nikolin që është aty jashtë edhe që rrethohet me ata njerëz të mirë. Provokimeve që ti bërë Stenadoja. Nuk është shumë rasti. Stenadoja të quti drenushe e miri. Stenadoja të tha, mos ndoshta e do t'i rëndjet për vete. Dhe pastaj i falenderoj shumë publikun dhe ju premtoj që do t'rregoj atë Nikolin e vërtet që është aty jashtë. Faleminderit. Roger, ti je mërzitur që doli Artani? Tani, unë kur kam hyrë këtu me thamë vërtetën, Tani ka qenë një nga suporti im më i madh. Sa hyri Luizi, ja mori ftyrën, u kthy në Artanin që se kam njoh kurrë. Qas më ka ba, prap 4 herë kam pranu që me i dha një mundësi, prap u kthete mrapsht. Ti si ke bërë asgjë aty, thua? Si? Ti nuk i ke bërë asgjë aty, thua? Te tana gjana që këtu mi bajnë, do ja kthej 2 fish mara. Pra asnjëherë nuk e qenë ti ai që ke filluar i pari, ka qenë gjithmonë diçka që t'ka bërë Tani ty dhe ti ja ke kthyer? Absolutisht ka qenë gjithmonë ai. Edhe nëse e vën re gjitha ne, kanë qenë gjithmonë to që janë kap me mua e jam kapun 2 fish. Pra gjithmonë ty të vjen ndesh dhe i kthehesh, përse fillon. Gjithmonë viktima që kapën me këtë. Dhe derisa të nxjerrin publikun nëpër shtëpi duke kërkuar qendrim. 2 fish. Po ishin të mirë me mua, unë jam 2 fish i mirë me to. Edhe kjo të kanë pa Tani dhe do e tregoj. Po nëse janë çi 2 fish do ja kthej. Ja viktima BBVP. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. E kemi gati në studio, zonja dhe zotrinj, me një duar